Dhe për fund, kemi kënaqësinë të mirëpresim një prej figurave më të respektuara në fushën e arsimit dhe kërkimeve shkencore. Rabie Murati, fituese e çmimit shtetëror Shën Klimenti i Ohrit për të arritura shumë vjeçare në fushën e arsimit dhe edukimit. Antare e grupit G100, ndër 100 gratë më mendikim në botë. Doktore e shkencave pedagogjike në Universitetin e Tetovës. Ajo së fundi vjen me një botim të ri, i 10 me radhë, me një temë shumë aktuale. Inteligjenca artificiale dhe mjetet digjitale në arsim. Një libër që shtron pyetje të rëndësishme për të ardhmen e shkollës, të mësimdhënies dhe të marrëdhënies nxënës mësues në një epokë digjitale siç po e jetojmë tani. Pa unë burkohën, do doja që ta ftoj në studio profesoreshën Rabie për ta përshëndetur për herë të parë që është shumë privilegj të ta kem në studion tonë. Përshëndetje profesoresh dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Kënaqësia dhe imja. Faleminderit, vendi jote është aty. Faleminderit. Akomodohu lirshëm me një shkas tani për të pas, nga pamundësi të tjera, nga pamundësi për të pas ndoshta më herët, për shumë suksese të tjera që i keni pas vazhdimisht në karrierën tuaj, por që për këtë libër do na flisni më gjëra gjatë. Patjetër. Profesoresh, si nis dita juaj? Me shumë ngarkesa ose pa stres? Po nuk mund të themi se është një ditë pa stres, po fillimisht kuptohet që çdo ditë e re nis me sfida të reja dhe çdo ditë e imja nis me një tempo të themi të përshpejtuar. Kështu që ndoshta edhe ajo do të jetë një motiv i shtesë për të treguar gjithmonë atë gatishmërinë për të bërë diçka të re në shoqëri, në jetë profesionale dhe gjetje. E po jo, rastësisht jeni përzgjedhur si një ndër 100 gratë më mendikim në botë. Ndoshta, sepse fundit e gjithë mundi, puna, kontributi dhe sakrifica që bëjmë ne në përditshmërinë tonë, është edhe ai momenti kur vjen që të vlerësohet, të çmohet dhe të respektohet i gjithë ai kontribut i dhënë. Natyrisht. Profesoresh, çfarë ju ka shtyrë që shkruani për inteligjencën artificiale dhe mjetet digjitale në arsim? Pikërisht në një kohë kur është më së nevojshme të dimë rreth saj. Po, patjetër. Aida, atëherë kështu edhe siç e përmende në paraqitjen tënde, është libri i 10 i imi dhe frymëzimi për të shkruar një libër të titulluar kështu siç është libri i fundit, këtu që edhe është para auditorit në ekran. Kryesisht është ajo që ne jemi duke jetuar në një shoqëri të zhvillimit të hofshëm të teknologjisë dhe shkencës dhe ne detyrimisht që duhet ju përshtatemi këtyre ndryshimeve që ndodhin dhe kuptohet që arsimi si kategori shoqërore do e mos që gjithmonë të jetë i përshtatur këtyre ndryshimeve dhe kuptohet edhe ajo nevoja për t'ju adaptuar arsimi epokës digjitale, po edhe për të pasur një arsim që është më gjithëpërfshirës, një arsim i cili është më i personalizuar, një arsim i cili do të jetë më i drejtë dhe më i kapshëm për të gjithë individët pa dallim. E përmendët që për gjithë është i nevojshëm ky libër, po kujt mund t'i drejtohet më shumë, përveç studentëve edhe politikbërësve të arsimit? Patjetër. Do me thënë, ju shërben studentëve, mësimdhënësve, atyre përpiluesive të politikave arsimore, të gjithë të interesuarve dhe ata që janë të tanguar për të trajtuar çështjen dhe problemin e arsimit në përgjithësi, sepse ne flasim për një rrymë e cila është gjithandej e përhapur dhe është një sfidë e kohës të cilën detyrimisht dhe ne duhet ta përqafojmë si të tillë dhe jo vetëm që ne të jemi të njoftuar se është në shoqërinë tonë, është në rrjetën tonë e prezente inteligjenca artificiale, por ajo veçëm është edhe një realitet në të cilin ne duhet të adaptohemi dhe të veprojmë konform këtyre sfidave dhe këtyre risive apo inovacioneve që na dalin përgjatë rrugtimit tonë profesional. Natyrisht, si e shihni me qenë se e keni studiuar, tani me qenë se keni shkruar për të edhe libër, si e shihni profesoresh inteligjencën artificiale si një rrezik për mësimin tradicional që vazhdon të zhvillohet sot, ose?
Varësisht nga këndvështrimi në të cilin ne dhe e shohim inteligjencën artificiale, ashtu edhe perceptimet do të jenë të ndryshme nga individ të ndryshëm. Dikush atë mund ta sheh si rrezik, ndërsa të tjerët mund ta shohën si një ndihmë, si një avansim, i cili neve do të na ndihmon për të ngritur aspektin intelektual, po edhe atë shkencor dhe ndoshta edhe për të avancuar jo vetëm shoqërinë në përgjithësi, por të avancuar edhe të gjithë pjesëmarrësit në shoqëri të profileve të ndryshme të cilët do ta kishin shfrytzuar në mënyrën më efektive inteligjencën artificiale në profesionet e tyre. Ajo mund të jetë si një avantazh në të cilin ne do duhet që të jemi gjithmonë të gatshëm për të pranuar risitë që i jep apo i ofron teknologjia e zhvilluar dhe ne këtë të mundohemi që ta kanalizojmë në atë përdorimin e efektshëm në frym pozitive të këtyre paraqitjeve të reja dhe inovacioneve që ndodhin në fushën e arsimit dhe jo vetëm. Qarta, mendoni se mund ta rrezikojë edhe rolin e mësuesit pas disa viteve inteligjencë artificiale? Ndoshta mund të shihet si rrezik, po unë kisha thënë se ne duhet të bëhemi vigjilent në ndryshimet që ndodhin dhe në risitë që na paraqiten në jetën tonë profesionale dhe këta paraqitje të shfrytëzojmë për pozitivitet. Dhe jo ta shohim si diçka që ne do të na rrezikon, por në fakt ne të mundohemi që inteligjencën artificiale ta fusim si diçka si background ta kemi dhe ndihmës apo mjet ndihmës që do të na kishte ndihmuar për të avancuar arsimin, shoqërinë, mjekësinë, edhe gjithë profilet tjera, sepse vërtet në qoftë se ne e kuptojmë dhe e shfrytëzojmë në mënyrë të duhur atë, ajo vërtet do të jetë një ndihmes i jashtëzakonisht e madhe për të gjithë profilet e ndryshme në të cilat përballet shkenca, shoqëria e kështu me radhë. Do të thonë duhet ta shohim pikërisht si ndihmes dhe jo si zëvendësim. Jo si zëvendësim, sepse në fund të fundit pas çdo teknologjie sërish është faktori njeri. Edhe inteligjenca artificiale është, unë them, një model i cili është i krijuar nga njeriu dhe të cilin mundohet gjithmonë që ta modifikon dhe ta zhvillon sërish faktori njeri. Kështu që çado që ne të zhvillojmë në shkencë, në teknologji, në arsim dhe gjetje, gjithmonë duhet kemi parasysh se aty është faktori njeri i cili gjithmonë gjen ofertat, mundësitë dhe shanset për të avancuar shkencën dhe për të avancuar në këtë rast kur flasim ne për përdorimin e inteligjencës artificiale në arsim, edhe për të avancuar edhe arsimin si të tillë që është. Shumë saktë. Po profesore, si e shihni dhe si e vlerësoni përgatitjen e sistemit arsimor në vendin tonë për ta përqafuar teknologjinë digjitale, sepse duhet ende të punuara në vendin tonë për të qenë kaq në formë, do thoja, dhe në kohë me epokën digjitale. Patjetër që duhet. Unë lirisht mund të them se sistemi ynë edukativ arsimor nuk është shumë i përgatitur për të implementuar risitë të këtilla me kuptimin e plot të fjalës në realizimin e punës edukative arsimore në shkollë. Neve akoma na duhet edhe më shumë të përballemi me sfidat, të përballemi me atë gatishmërinë për të kyçur inovacione dhe risitë të natyrës së këtillë nëpër institucionet arsimore. Ne nuk mundemi të flasim për implementim të plot në shkollat tona të inteligjencës artificiale dhe shfrytëzim të themi maksimal të mjeteve digjitale në procesin e mësimdhënies, në qoftë se ne e kemi parasysh se shkollat tona akoma nuk e kanë infrastrukturën e duhur për të implementuar risitë të këtilla. Dhe ne nuk mundemi të flasim për implementim të këtyre risive të shekullit të 21 në ambiente të shkollave me infrastrukturë të shekullit të kaluar. Dhe ajo që ne duhet bërë dhe për të pasur një sistem edukativ arsimor më komplementar, më sfidues dhe më të gatshëm për t'ju përgjigjur këtyre kërkesave të kohës së re, detyrimisht ne duhet që të reformojmë, të ndryshojmë infrastrukturën e shkollës, që do të thotë objektin e shkollës të përshtatim kërkesave të kohës së re. Dhe atëherë mund të flasim edhe për implementim edhe të këtyre gjërave që bota më veç i shfrytëzon dhe i ka futur në përdorim e sipër. Mendoni që atëherë nëse kemi këto infrastruktura të rregulluara, inteligjenca artificiale mund të jetë edhe pjesë e çdo lëndëje? Në qoftë se infrastruktura rregullohet dhe përgatitet kuadri
arsimor në nivel të duhur, patjetër që ajo do t'jetë një, të themi, një avantazh i ngritjes së nivelit të arsimit në vendin tonë. Nuk mund të implementohet asnjë risi, asnjë inovacion në arsim, në qoftë se ne nuk e kemi përgatitur kuadrin arsimor për të implementu në punën praktike atë që ne dëshirojmë që të bëhet risi. Kështu që këta duhet të shkojnë në mënyrë paralele. Edhe reformimi i infrastrukturës apo ndryshimi i infrastrukturës shkollore dhe krahas kësaj edhe përgatitja e kuadrove për të implementuar risit dhe inovacionet në realizimin e procesit të mësimdhënies. Profesorish, atë sa ka mund t'ju përcjell, ju keni ndarë një mendim në profilin tuaj në Facebook të Bill Gates që thotë se brenda 10 viteve inteligjenca artificiale do të zëvendësojë një pjesë të madhe të punës së mësimdhënësve dhe mjekëve. Sa e shihni reale ju këtë gjë? T'ju them të drejtën... Flasim përgjithsisht në përbodë dhe jo për vendin tonë, sepse ne jemi më mbrapa. Vendi ynë ndoshta mund që të garon me vendet e zhvilluara, por vetëm në qoftë se ne jemi shumë të vetëdijshëm për hapat që duhet ndërmarrë dhe hapat që ndërmeren duhet të merren me njerëz adekuat dhe të përgatitur për t'i realizuar në mënyrë të suksesshme ata ndryshime. Dhe tani, mendimi i Bill Gates mua më intrigoi dhe jo rastësisht edhe e shpërndava aty. Për arsye se para 8 viteve, mos më mbani për fjalë, unë isha në një konferencë dhe pikërisht aty thash do të vjen koha ku mësimdhënësit do të zëvendësohen me robot. Dhe të gjithë që ishin pjesëmarrës në konferencë filluan të qeshin. Është në moment qesharake, ca flasish në një hapësirë kohore para 8 viteve. Mirë, po në qoftë se jemi të vetëdijshëm për të pardhmërinë se si do të bëhet, ndoshta edhe nuk është diçka që do të jetë e parealizueshme, por sërish unë them, edhe ajo që ne ndoshta do të jemi të zëvendësuar, ndoshta me inteligjencën artificiale, sërish do të jetë në pyetje faktori njeri që do të duhet atë robot, atë inteligjencë artificiale, ta modifikon, t'i vendon programe adekuate me kurikulat përshtatshme për çdo nivel të arsimit dhe kështu të mund të realizohet edhe përmes inteligjencës artificiale. Se vetë nga natyra nuk mund asgjë të ekziston. Kështu që gjithmonë ne duhet të jemi të gatshëm, të përgatitur profesionalisht për të implementuar risit, por ata risit gjithmonë duhet të dinë si të programohen dhe si ne të bëjmë të jenë të adaptueshme dhe të suksesshme në implementimin e tyre në mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor. Padyshim. A mendoni që ka inteligjenca artificiale potencialin të reduktoj hendekun mes nxënësve që mësojnë shpejt dhe atyre që kanë nevojë për më shumë kohë të mësojnë? Në fakt, ajo që më shtyu dhe të shkruaj librin është një nga ato faktorët apo frymëzim kjo, sepse inteligjenca artificiale lejon që të personalizohet arsimi. Dhe kështu që çdo njeri t'i jepet mundësia që të vazhdon dhe të zhvillohet apo të ndërtohet me tempon e tij individuale dhe interesin që e ka. Në fakt edhe ajo që ne flasim për të pasur një arsim që është më i avancuar, një arsim që është më cilësor, kërkon që ne t'i mundësojmë çdo nxënësi të zhvillohet në bazë të aftësive, interesit dhe kurreshtjes që ai e zotron. Dhe mendoj se përmes inteligjencës artificiale shumë lehtë do ta kenë ai nxënës që ka interes më të madh për të mësuar diçka më shumë, të vjen deri në një informacion që ka interes për ta ditur dhe ai tjetrit i cili është i kënaqur të themi me atë nivelin mesatar që të merr informacione deri në atë nivel që ai supozon se është i kënaqur për te. Çfarë përfshihet kryesisht në libër, profesorish? Cilat janë temat që e munduar t'i kapësh më shumë, që besoj që janë më shumë në interes të mësimdhënësve dhe nxënësve? Po dhe të studentëve të cilët përgatiten për të qenë mësimdhënës të ardhshëm. Domethënë aty përfshihet gjithçka që ka të bën me implementimin e mjeteve digjitale në mësim dhe implementimin e inteligjencës artificiale dhe përfshi këtu përpos asaj që ne themi inteligjencë artificiale dhe tani ajo që është aktuale është përdorimi i ChatGPT-s që është shumë në trend dhe që me të madhe shfrytëzojnë i madh dhe i vogël nxënës të ciklit fillor po edhe atyre të
arsimit sipërar, kështu që ne tani duhet jemi të vetëdijshëm se ky është një trend i cili nuk mund të ndalet dhe ne vetëm mund të jemi ata që do të duhet që ta kanalizojmë përdorimin e ChatGPT-s dhe inteligjencës artificiale në atë aspektin pozitiv për të fituar njohuri, për të fituar dituri të cilët individëve të rinj do të hyjnë në punë për të shfrytzuar ndërtimin e tyre dhe për ta formësuar individin në atë aspektin më koheziv që mund të ekziston. A mendoni që pastaj mund të ketë vend edhe për ndjenjat, empatinë në një botë kur gjithçka është digjitale? Sepse ndryshe është ndjenja kur dëgjon mësuesin. Po, e ndryshe ndoshta patjetër. Kur do vjen koha ndoshta të dëgjohet edhe roboti. Ndoshta unë them edhe komunikimi me ChatGPT-n që bëhet në fakt është një lloj komunikimi me një robot që është aty që bëhet. Dhe ne tani shohim se me përdorimin e këtyre mjeteve digjitale gjithnjë më shumë të rit izolohen dhe bëhen më vetanak. Dhe sikur ajo aspekti i socializimit është në vështirësi e sipër për të realizuar atë bashkëbisedim, për të realizuar atë të themi socializim të rinjve dhe fëmijëve, kështu që unë them ne duhet të jemi të vetëdijshëm se është një dukuri që ne nuk mundemi ta ndalim këtë. Mirë po duhet jemi të vetëdijshëm që ne duhet që ta orientojmë të riun që të dinë si ta menaxhon kohën e tij dhe të dinë si të bëm planifikim të përdorimit të inteligjencës artificiale, ChatGPT e kështu me radhë, po edhe të jemi të vetëdijshëm që t'ju bëjmë një lloj modelimi të realizimit të ditës së tyre dhe kohës të cilën ata do të kalojnë në shfrytëzim të telefonave të mençur, tabletave, kështu me radhë, dhe ajo koha në të cilën ne do të duhet detyrimisht që të shtyjmë fëmijët që të kenë komunikim verbal mes njëri tjetrit. Sepse sa më shumë që ata izolohen në botën digjitale, aq më shumë ata kanë mungesë të fjalorit në të cilin ata do të mundet që të kenë mënyrë të lehtë të bashkëbisedimit dhe të realizimit të atyre, të themi, komunikimeve profesionale, individuale e kështu me radhë. Ju jeni një kohë të gjatë profesoresë ligjëruese në Universitetin e Tetovës. Mund të na flisni pak se si ka ndryshuar, si e keni parë ndryshimin e studentëve ndër vite, sa ka ndryshuar komunikimi me ta? Po, e vërtet është dhe unë lirisht mund të them se ka një ndryshim të dukshëm. Unë mund të them se me Universitetin e Tetovës krahasuar me një dekadë më herët për shembull. Kemi kriju një simbiozë në të cilën unë mund të them se jam rritur dhe zhvilluar bashkërisht me Universitetin e Tetovës dhe unë mund të flas se në vitet e 90-ta kishte një ambicie dhe një vullnet për punë jashtëzakonisht të madh nga ana e studentëve. Dhe me kalimin e kohës dhe viteve sikur ajo filloi nga pak edhe të zbehet edhe të ndryshon. Mirë po, çka më lumturon është që dekadën në fundit kemi studentë që vërtet janë të interesuar për të mësuar. Dhe ambiciozë. Dhe janë ambiciozë dhe duan të akumulojnë dije. Dhe kjo është ajo që ne na mban të gjallë dhe na frymëzon. Dhe të motivuar. Për të punuar dhe më tej, sepse shohim që vërtet shoqëria tani më ka filluar të ndryshon, të rinjt kanë filluar të ndryshojnë perceptimet për botën, për njohuritë, për dijet edhe kështu me radhë, dhe ata janë të etur për të akumuluar sa më shumë dije dhe njohuri. Cilat janë një nga sfidat që i keni përjetuar gjatë gjithë këtyre viteve, si pedagoge, si basimdhënëse, si ligjëruese në Universitetin e Tetovës? Sfidat janë të natyrave të ndryshme. Unë do të kisha thënë se sfida e parë në të cilën është ajo që i themi ne jo qëndrueshmëria e politikave arsimore. Sfidë tjetër do të kishte mund të jetë ajo që themi ne, ajo jo respekti apo jo vlerësimi i duhur në aspektin gjinor. Sepse ne jemi mësuar që gruan profesioniste ta shohim ta bën punën e vet në heshtje dhe ashtu të funksionon. Mirë po unë gjithmonë kam insistuar dhe insistoj që të jem zëri që dëgjohet. Dhe kjo nuk është as pak. Dhe e keni dëshmuar ju personalisht. Po, dhe kjo nuk është as pak e lehtë. Mandej është edhe ajo sfida tjetër që është sfida në aspektin etnik. Është një sfidë në vete në të cilën ne duhet të flasim,
dhe është ajo përshtatshmëria me të gjitha ndryshimet që ndodhin në shoqëri. Dhe ne duhet të jemi shumë vetëdijshëm haprimet tona në çfarë drejtimi i bëjmë. Ne duhet të kemi parasysh se sfidën e kemi edhe në atë, të themi, mos respektin vlerësimin e duhur në aspektin profesional të gjithëve ashtu si që meritojnë, apo pjesa e meritokracisë që e flasim në vazhdimsi. Dhe tani, çka në fakt duhet të jetë detyra e jonë si pedagog? Që ne vazhdimisht të jemi nxënës të cilët përjetësisht mësojnë. Dhe nëse e shohim në këtë mënyrë veprimin ton profesional, padyshim se ne do të jemi të suksesshëm. Në qoftë se ne themi e jona ka përfundu, ne kemi bërë deri këtu që është, edhe rrim në zonën e komforit. Në zonën e komforit sukses nuk ka. Ju jeni pjesëmarrëse në shumë konferenca ndërkombëtare. Çfarë përvoje sillni prej tyre në fakt që i drejtoheni pastaj studentëve dhe auditorit tuaj të përditshëm? Janë përvoja të natyrave të ndryshme. Është mirë se ardhur të jesh pjesëmarrëse në konferenca të ndryshme, aty shkëmbehen ide, përvoja, mendime, shofish profile të ndryshme të njerëzve të cilët zotrojnë edhe koncepte ndryshe, edhe koncepte të cilat dallojnë nga ato që i kemi ne. Kështu që secila nga ajo që ne e flasim është, të themi, një koncept në të cilin ne mundohemi mandej ta implementojmë në punën tonë të përditshme me studentë dhe gjetju, dhe kështu mandej ne të krijojmë shanse të reja, të krijojmë mundësi të reja për studentët dhe kështu të bëjmë një, të themi, një model ndryshe për të funksionuar më tutje. Profesoresh, për fund, ku mund ta gjejnë librin të gjithë ata që kanë mundësi që ta lexojnë dhe të jenë më të informuar rreth kësaj teme? Libri ende nuk është në shitje, se është tani shpejti butuar. E kemi ekskluzivitet, Ekskluziviteti është, do me thënë, vetëm 3 kam këtu, kështu që nuk mund ta ndaj. Kështu që unë besoj se së shpejti edhe libri do të del edhe në shitje, dhe kështu që çdo njeri që është interesuar për ta pasur në sirtaret e veta ta ketë, po unë dëshiroj që jo vetëm të jetë në sirtare, por të jetë një libër i cili do t'ju hyjë në punë të gjithë atyre që kanë interes të lexojnë diçka të re, diçka inovative dhe diçka që është në hap me kohën dhe të mund të shfrytëzojnë diçka. Dhe në shërbim të së ardhmës, do e quaj. Patjetër. Profesoresh, ishte shumë kënaqësi që ju kishim sot prezente. Ishte kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku, në krahasim ndoshta me ditë të tjera që i keni të ngarkuara në universitet me studentët dhe jo vetëm. Sot më ndryshe për të promovuar këtë libër me shumë kënaqësi dhe për ta ndarë me gjithë shikuesit këtë temë që jeni munduar ta shtrëngoni. Kënaqësia ishte imja. Ju falemnderit shumë për ftesën, ju falemnderit për mundësinë që ja edhe të promovohet në këtë mënyrë libri im i fundit që është ky këtu para auditorit. Unë uroj që ju të keni punë të mbarë dhe uroj që të keni suksese edhe më të mëdha se ky që e keni arritur deri më tani. Shumë faleminderit, suksese edhe për ty. Faleminderit. Të dashur miq, ne këtu arritëm ta përmbyllim emisionin edhe për ditën e sotme, duke shpresuar që ja keni kaluar mirë në këto 2 orë të plota që kishim në dispozicion, të stërmbushura me shumë kronika dhe të ftuarit tanë që asnjëherë nuk na mungojnë në programin ton. Ne do shihemi prapë ditën e nesërme në të njëjtin termin. Mirupafshim dhe mirëmbëjtje.